Stelina ka bërë një rrëfim tejet prekës, duke treguar dhunën që kishte përjetuar nga babai i saj. Mes lotësh ajo rrëfeu se traumat e asaj periudhe patën pasoja shumë të rënda në shëndetin e saj psikologjik. Stelina zbuloi se babai i saj kishte qenë i burgosur dhe se në qershor të vitit 2025 ai ka ndërruar jetë. Ina ka deklaruar se gjatë prajmeve të Big Brother VIP Albania janë transmetuar vetëm momentet më të këqija të saj, duke u lënë në hije sjellja e saj e plot brenda shtëpisë. Ndërkohë që brenda shtëpisë është provokuar dhe ulur vazhdimisht nga banorët e tjerë. Ajo thekson se ndihet e trajtuar pa drejt nga produksioni, duke pretenduar se montazhi ka përzgjedhur vetëm anin e saj negative. Një tjetër përplasje e fortë u shënua mes Kristit dhe Inës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku Ina vuri në pikpyetje orientimin seksual të Kristit. Në prime, Kristi reagoi me tone të qeta, por të forta, duke theksuar se situata nuk është një barr mbi supet e tij, dhe duke falenderuar banorët për mbështetjen. Mes Selinës dhe Lornës, tensioni ka shpërthyer sërish në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Akuza për xhelozi, tone të ashpra dhe replika të drejtë për drejta e kthyen debatin në një moment që mbajti të gjithë syt nga ekrani. Po të del xhelozia nga syt, tha Lorna, ndërsa Selin u përgjigj se ajo është viktimë e fjalëve të veta. Tensionet u rritën ndjeshëm në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, një debat i fortë shpërtheu mes Kesit dhe Mirit, ku nuk munguan ofendimet dhe ironi. Gjatë përplasjes, Kesi akuzoi ashpër Mirin, ndërsa ai u përgjigj me ironi, duke e quajtur mbretëresha Kesi. Një moment shumë i ndjerë ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, kur babai i Malit hyri për ta surprizuar pas më shumë se 7 vitesh pa kontakte. Megjithatë, Mali zgjodhi të mos e pranonte takimin, duke e bërë momentin edhe më të rënd emocionalisht.